Përshëndetje, magazinën informative 21 Live News e nisi me një lajm të fundit që ka të bëjë me një automjet të dyshim në hotelin Grand. Policia e Kosovës ka konfirmuar se ka blokuar hyrjen e hotelit Grand në qendër të Prishtinës, pasi kanë marrë informacione për një automobil të dyshimt me targa të Beogradit. Zëdhënësia e policisë Flora Ameti ka thënë se rasti ka ndodhur rreth orës 16. Kemi gjetur një vetur me targa të Beogradit, e cila ishte e braktisur para hyrjes së Grandit, ka thënë Ameti, duke sqaruar se vetura është larguar nga vendi i ngjarjes nga policia e Kosovës. Ndërkohë, vazhdojmë me informacionet e tjera të ditës, të nderuar shikues. Në 20 vjetorin e rënjës, heroi i kombit Zahir Pajaziti u rivaros në Orlan të Podujevës me ceremoni ushtarake ku morën pjesë përfaqësues të lartë të shtetit, familjar dhe qindra qytetar. Eshtrat e dëshmorit Pajaziti nga sot do të pushojnë në kompleksin memorial në Orlan. Ndërkohë, nën organizimin e kryeministrit Isa Mustafa në 20 vjetorin e rënjës së 3 dëshmorëve, Zahir Pajazitit, Hakif Zejnullahut dhe Edmond Hoxhës, në Prishtinë u mbajt akademi përkujtimore. Nuk munguan kritikat nga familjarët se këta heronj nuk e deshën një Kosovë të tillë siç është sot. Kur u varros për herë të parë nuk qe pranishme. Ato kohë ishte në Gjermani dhe lajmin për vdekjen e të vllajit heroit kombëtar Zahir Pajaziti, Bastria e mori ngatje. Erdhi në rivarimin e tij duke folur shkurt e emocionuar se i duket se po e varros për herë të parë. Në 20 vjetorin e ramjes tina, nisoj se kur la ditë se ka ra. Ndihem në krenare dhe me dhimbje. Jam emocionuar. Pikrisht në 20 vjetorin e rënjes së Zahir Pajazitit, eshtrat e tij u rivarrosën në vendlinjen e tij Orlan në kompleksin memorial. Përfaqësues institucionesh dhe qytetarë jo të pakt u përkulën pranë varrit të tij dhe bën homazhe. Vëllai i heroit, Zahir Pajaziti, Agimi, nuk harroi pa përmendur kreun e AAK-s Ramush Haradinaj, i cili po mbahet në Francë si iniciator i këtij kompleksi memorial. Ideja e këtij memoriali, e këtij kompleksi, ishte komandantit, ish kryeministrit zotit Haradinaj, të cilin e përshëndetim sot nga këtu dhe i themi se jemi me të, i cili po mbahet pa drejtësisht në Francë. Dhe i dëshirojmë këthim sa më të shpejt në Kosovë. Gjithë Kosova dhe mbar populli shqiptar kujton heroizmin dhe madhështinë e heroit Zahir Pajaziti. Me bashkëfetar. Kujtojmë besimin se erdhi fundi i fillimit të lirisë sonë. Ne sot kujtojmë jehonën e pushkëve dhe këngën e trimave, që po shkruanin simfoninë e qendresës së pamposhtme. Për heroin e kombit Zahir Pajaziti dhe 2 bashkëluftëtarët e tij, Hakif Zejnullahu dhe Edmond Hoxha, u mbajt edhe akademi përkujtimore. Puna e tyre e pakursye dhe e gjatë për liri dhe pavarësi është shembulli më unikal dhe i veçantë i vendosmërisë së popullit Kosovës për të qenë i lirë dhe sovran. Vrasja e 3 fesht e heronjve të lirisë në vend se të prodhonte lodhje, rezultoi në një rritje të përpjekjes për liri. Sakrifica e tij shtoi besimin në larët kombëtare dhe rriti shpresat për fituarën shqiptare përfundimtare. Por Lumni Rama, motra heroit Edmond Hoxha, teksa nuk përmbante lotët, u shpreh se i vëllai i saj dhe 2 bashkëluftëtarët e tij nuk e deshën një Kosovë të tillë. Ata nuk e donin burgosin e qytetarëve. Ata nuk e donin një rini që pret mundësinë e parë të largohet nga Kosova. Zahir Pajaziti ra dëshmor më 31 janar të vitit 1997 në Pestov të ushtrisë, së bashku me Hakif Zejnullahun dhe Edmond Hoxhën. Presidenti Hashim Thaçi bëri homazhe te shtatorja e heroit Zahir Pajaziti në sheshin që mban emrin e tij në Prishtinë. Duke kujtuar rënjën e Zahirit, Edmondit dhe Hakifit, presidenti Thaçi theksoi se shteti i Kosovës nderon dhe respekton sakrificën e këtyre heronjve të kombit që dhanë gjithçka që Kosova të jetë e lirë dhe e pavarur. Ndjekim deklaratën e tij. Sot jemi këtu për të nderuar, kujtuar dhe respektuar në mënyrë institucionale, shtetërore
emblemin e ushtrisë lirimtare të Kosovës, Zahir Pajazitin, Akifin, gjithashtu Edmondin, për përpjekjet e tyre të jashtëzakonshme për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, rënja e herojve të kombit, Zahirit, Edmondit, Akifit, ishte shëmbëltyra më mirë e unitetit, e sakrificës, e përpjekjeve të jashtëzakonshme për lirinë e Kosovës. Në përvjetorin e rënjes heroike të Zahir Pajazitit, si dhe rivarosjen e ishtrave të tij, kreu i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, nga Franca, ka thënë se shumë shpejt do ta vizitoj këtë memorial. Sot u rivarosën ishtrat e një luftëtari të madh aty në vendin e lavdis, në memorialin e Zahirit, që do të jetë streh lavdije edhe për luftëtarët e tjerë. E nisa vet idenë e ndërtimit të këtij memoriali dhe shpejt do të jem aty, për ta parë sa hije i ka Zahirit me shok. Zahiri, Edmondi, Hakifi, por edhe mirat të tjerë heronj e dëshmor janë pengu i kësaj lirie që nuk na e merr askush dot, ka shkruar Haradinaj në rrjetin social Facebook. Çështja e murit në Veriun e Mitrovicës nuk do të diskutohet me autoritetet e Beogradit, pasi kjo është çështje e brendshme e Kosovës, deklaroi kështu presidenti Hashim Thaçi. Ai tha se rezoluta e miratuar në Kuvend për rënimin e murit do të respektohet në përpikri. Sot është dita e fundit kur është dashur të rënohet ky mur në bazë të rezolutës së miratuar në Kuvend, e cila e obligon qeverinë që brenda këtij muaji të rënohet ky mur. Por burimet tona brenda qeverisë bëjnë të ditur se shumë shpejt pritet të arrihet një marrëveshje midis kryetarit të komunës së Veriut Goran Rakić, qeverisë dhe zyres së Bashkimit Evropian. Në bazë të kësaj marrëveshje bëhet të ditur se do të jenë vetë serbët të cilat do ta rënojnë këtë mur. Por sido që tjetë, televizioni ynë ka tentuar sot gjatë gjithë ditës që të marrë një informacion nga kryetari komunës së Veriut Goran Rakić, por ai nuk është përgjigjur telefonatave. Për rënimin e këtij muri gjatë ditës nuk kanë pranuar të flasin as zyrtarët e qeverisë së Kosovës, ndërsa shefja e zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ka bërë të ditur se ende nuk është arritur asnjë marrëveshje për murin në Veritë e Mitrovicës. Ajo shpreson se së shpejti të gjendet një zgjidhje rreth kësaj çështjeje. Do t'isha e lumtur nëse do të kishte marrëveshje rreth murit në Mitrovicë, por ende nuk ka diçka të tillë. Diskutimet vazhdojnë dhe unë shpresoj që së shpejti të gjendet një zgjidhje. Ndërkaq presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thotë se duhet të arrihet një marrëveshje midis përfaqësuesve të komunës së Veriut dhe qeverisë. Unë nuk mendoj që është arritur ndonjë marrëveshje dhe jam takuar edhe gjatë vikendit edhe dje me autoritetet qeverisë. Mendoj që është duke u diskutuar, shpresoj në marrëveshje, por çdo rrethon autoritetet vendore kanë kompetencat e plota kushtetuese dhe ligjore ndërmarrin gjithamosat. Kreu i shtetit Thaçi thotë se për murin nuk do të diskutohet në takimin që do të mbahet nesër në Bruksel me palën serbe. Si shtet jemi shumë të vetëdijshëm se sot është dita e fundit e atij afati të nxjerrur nga rezoluta e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Rezoluta nga institucionet e vendit duhet të respektohet në përpikëri. Çështja e murit nuk është çështje që duhet të diskutohet dhe nuk do të diskutohet me autoritetet e Beogradit, është çështje e brendshme, kushtetuese dhe ligjore dhe në autoritetin e plotë të institucioneve vendore. Qytetarët shqiptar dhe serb të Veriut të Mitrovicës ndërkaq thonë se muri duhet të rënohet sa më shpejt, theksojnë se prania e tij po u krijon frikë. S'pari po e tregoj që unë atë jam që 70 vjetë, prej lindjes. Murdzu gjithçysh. S'ka tjetër, diskutim s'ka. Muret po hjekën gjithkun, tena jo ura, jo muri, jo sene. Muri po më krijon mu me 70 vjetë frikë, unë asnjëherë nuk jom tutë. Kom marrë penaltit, jam këthy nalt, po që kjo në murë nuk e kam lërë me flejt. Po Allah duhet këtë rash më hjekë. Po tyva, qak më nëby këtë neve, kjo se ku e muri Berlinit. Jel tako ovdje sam se rodio i ovdje
Muri duhet të largohet edhe mirë bile. Duhet me jetu sikur njerëz së bashku, me jetu sikur kena qenë përpara. Çështja e murit duhet të zgjidhet ndërmjet komunës së Veriut dhe Jugut. Sikur të isha pyetur unë, asgjë nuk ishte me ndodhur prej vitit 1990 e këndej. Muri në Mitrovic u ndërtua nga autoritetet serbe me arsyetimin se është pjesë e projektit për rivitalizimin e urës mbi lumin Ibër. Me shkas muri në veri të Mitrovicës, kolegu Burim Zariqi do të zhvilloj një bisedë drejt për drejt me deputetin e AK-s Time Kadriaj. Përshëndetje, Burim, linja për ju. Mirëmbrëma, jemi para ndërtesës së Kuvendit e Kosovës, këtu javë më parë është miratuar një rezolut nga deputetet, përmes të cilës si bëhet thirrje qeverisë që brenda këtij muaji të rënoj murin e Mitrovicës, në ndërtuar në Mitrovicë. Por një gjë të tillë qeveria ende nuk ka ndërmarrë deri me tani së paku. Për të folur në këtë lidhje të drejt për drejt kemi deputeten e AK-s Time Kadriaj. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atëherë kemi qëndrimin e qeverisë në fakt që deri me tash nuk ka marrë ndonjë hap për rënimin e murit pavarësisht rezolutës e cila është propozuar nga jo dhe është miratuar në Kuvend. Si e vlerësoni këtë qëndrim të qeverisë? Rezoluta është miratuar në fakt debati parlamentar, se debati urgjent që është thirrë nga grupi parlamentar, është përkrahur nga të gjitha grupet parlamentare dhe është zhvilluar një debat i mirëfillt dhe të gjithë një zërit kanë qenë se ai mur është mur ilegal dhe duhet të rënohet. Dhe në fund me aprovimin e të gjitha partive parlamentare është aprovuar rezoluta e cila është në një farë formë obligative dhe e ka obligu qeverinë që afati fundit ka qenë sot ose muaji janar që ai muri të rënohet, sepse ju e dini që në vendin e ngjarjes ka dalë edhe Ministria e Ambientit dhe në fakt e ka konstatuar se ka shkelje ligjore dhe sa ai mur është ndërtuar pa leje. Njëjtë sikur ndodh me ndërtime të tjera pa leje dhe ai mur është dashur ndërtu. Por deri me tash s'ka marrë ndonjë hap qeveria. Kemi veprim qeverisë, po nuk është hera e parë që qeveria nuk i zbaton rezolutat që miraton në organin më të lartë legjislativ të Kosovës, në Kuvendin e Kosovës, dhe kjo po del që është një rezolutë tjetër e radhës e cila nuk po aplikohet ose nuk po implementohet nga qeveria dhe në fakt deputetët duhet të shohin se cilat do të jenë hapat e tjerë në mënyrë që ta detyrojë qeverinë që ai muri ilegal që është ndërtuar në pjesën veriore të rënohet. Në fakt kanë deputetët një plan B sa i përket murit pasi rezoluta po shihet deri me tash që s'është respektuar. Unë mendoj se duhet të takohemi se nga deklaratat edhe nga shefat e partive më të mëdha që janë në pushtet, ju e keni pasur se kanë qenë njerëzshëm dhe të guximshëm në deklarimet e tyre se mori do të rënohet, ndërsa është pa kuptim tash manovrimet e ditëve të fundit të cilat po e prolongojnë një datë të tillë duke u thirrë në një datë tjetër alternative, për shembull si kryetari i Partisë Demokratike që thotë që mori tash do të rënohet tamam me 17 shkurt ku është pavarësia Kosovës, ose burimet mbrendshme të qeverisë së Kosovës kur thonë që po negociohet, sepse është e pakuptimt. Unë nuk e di çfarë duhet të negociohet në çështje siç është një ndërtim ilegal, një ndërtim pa leje dhe duhet sillet. Ligji është një dhe duhet të zbatohet në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Përmendet deklaratën e kryeparlamentarit Veseli që me 17 shkurt të rënohet muri. Presni që të ndodhë kjo? Ashtu siç po shohim, unë po mendoj që qeveria po prolongon këtë çështje dhe duke dashur të shtyp prej një date në një datë tjetër dhe ndoshta për mua është e pakuptimt ose është një qeveri e paguximt që më marr hapa me rënien e murit të ndërtuar pa leje. Është e pakuptimt edhe të diskutohet në Bruksel për një çështje të tillë të mbrëmshme, për një ndërtim ilegal, për një ndërtim pa leje dhe në fakt vetë Ministria e Ambientit me inspektorë dhe me të asistuar nga Policia e Kosovës është të dashur të ndërmerr një hap dhe ta rënoj murin në veri të Mitrovicës. Po, qëndrimi i qeverisë është që mos të bëhet presion sa i përket murit dhe të gjendet një afat i përshtatshëm për rënimin e tij, i cili nuk do të ngjallte reagime.
Besoni jo që është ky qëndrim adekuat në këto momente? Nuk po kuptoj se qeveria ko pas kohe ende pa u mbyll çështja e murit, ju e kemi pas çështjen e trenit që prap ka synuar ilegalisht të hinë në territorin e Kosovës me slogane nacionaliste, me pasi kemi arrestimin e zotit Haradinaj me flet arrest të Serbisë të ngritura shumë kohë më parë, një njeri i cili ka dëshmuar pafajësinë në gjykatën e Hagës dhe me pasi kemi deklaratat e kryetarit të shtetit të Serbisë, kemi të kryeministrit dhe të shefit të shtetit, të cilët e kanë përkrah gjitha ato slogane nacionaliste dhe me gjuhë nacionaliste ju kanë drejtu Kosovës bile shefi i shtetit ka thonë që unë do të shkoj të luftoj në Kosovë me djemët e mi dhe unë nuk e di ku është hezitimi i qeverisë së Kosovës. Njëjtë si kur po sillet një shtet agresor i cili ka nxit gjitha luftrat në Ballkan, njëjtë duhet të sillim edhe ne me gjuhë, jo me atë gjuhë, sepse populli shqiptar nuk njihet si popull i cili ka okupu vendet e tjera, ne kemi zhvilluar një luftë mbrojtëse dhe ashtu duhet të kreminohemi se kemi mbrojt Kosovën dhe sot jemi në prag të kremtimit të shtetbërjes të pavarësisë së Kosovës dhe ne duhet të festojmë dhe jo ende 18 vjeç pas luftës ne ende të marrim me Serbinë. Kur është miratu dhe ku ju ka dhënë leja qeverisë që të merret me bisedime, ka pas vijat e kuqe, bisedimet kanë pas me u zhvillu bisedime teknike dhe jo bisedime politike dhe në fakt deri sot kemi bisedime të cilat kryekëput janë bë bisedime për çështjet e brendshme të Kosovës. Faleminderit për kohën. Edhe për juve. Leonora, lidhja për ju në studio. Po, faleminderit Burim, pra ishte kolegu Burim Zariqi në intervistë drejt për drejt me deputetën e AK-s Time Kadriaj. Ne këtu vazhdojmë me informacionet të tjera, konkretisht me një përmbledhje lajmësh. Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, bëri të ditur se gjykata në Kolmar të Francës i ka bërë ftesën që nesër të paraqitet në këtë gjykatë, ku tashmë është dorësuar akt akuza nga Serbia. Haradinaj i tha radios Evropa e Lirë se do ta hedhin poshtë këtë akt akuzë si dhe kërkesën e Serbisë për ekstradimin e tij, duke e quajtur atë krejtësisht politike. Ai tha se po ashtu pret që nga mesi i kësaj jave të përmbyllen procedurat gjyqësore ndaj tij. Kryeministri Sa Mustafa në forumin e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Italisë që u zhvillua në Rom i njoftoi pjesëmarrësit për proceset shtetëndërtuese të Kosovës si dhe për funksionimin e institucioneve të qëndrueshme dhe bazës së mirë të ekonomisë së tregut. Mustafa po ashtu i njoftoi të pranishmit me prioritetet themelore të programit qeverisës për rritjen ekonomike dhe punësimin. Ndërkaq kryeparlamentari Kadri Veseli i ftoi investitorët italian që të investojnë në Kosovë, bindur se do të gjejnë argumente të bollshme për ta sjellë kapitalin e tyre në ekonominë kosovare. Pas Romës, kryeparlamentari Kadri Veseli udhtoi për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do të marrë pjesë në lutjet e mëngjesit, organizim ky tradicional në të cilin marrin pjesë përfaqësues të shteteve të ndryshme të botës. Kryeparlamentari Veseli është drejtuesi më i lartë shtetëror i Kosovës që si vjet përfaqëson vendin në lutjet e mëngjesit në SBA. Ambasadori Amerikan Greg Dalloway deklaroi se ambasada amerikane do të përkrahë luftimin e ekstremizmit të dhunshëm. Në një tryezë të organizuar nga iniciativa e femrës kosovare në Gjakov, ambasadori Dalloway tha se është e rëndësishme që të gjenden forma të ndryshme të luftimit të radikalizmit dhe sidomos familja të angazhohet në mbrojtjen e fëmijëve nga manipulimet për përfshirje në ekstremizëm. Ekstremistë të dhunshëm janë bërë të rinjt e pakënaqur, të papunë dhe pa ndjenjen e përkatësisë, tha ambasadori Greg Dalloway. Kryeministri i Greqisë, Aleksis Tsipras, deklaroi në Beograd se Greqia mban qëndrim stabil ndaj Kosovës. Pas takimit me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, Tsipras tha se e ardhmja e Ballkanit mund të ndërtohet vetëm mbi bazë të së drejtës ndërkombëtare dhe jo me ndërhyrje nga shkelje të normave. Vučić nga ana tjetër tha se i është mirënjohës Atinës zyrtare për faktin që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Organizata botërore Freedom House ka publikuar raportin lidhur me shkallën e lirive demokratike në botë, ku Kosova renditet në mesin e vendeve pjesërisht të lira, ashtu siç ishte edhe në vitin e kaluar. Në raportin me titull Liria në botë 2017 nënvizohet se në 11 vitet e fundit, liria ka shënuar rënje në nivel botëror. Ministria e Administratës Publike prezantoi dokumentin mbi rishikimin e institucioneve dhe agjensive të pavarura në kuadër të kuvendit dhe të qeverisë për shkak se të gjitha këto janë themeluar me ligje të ndryshme.
Ministri Mahir Jakxhillar tha se në të gjitha këto institucione dhe agjenci të pavarura nuk vlen parimi paga e njëjtë për punën e njëjtë. Është i balancuar si duhet. Rishikimi i administratës publike të institucioneve dhe agjencive të pavarura ka identifikuar rreth 80 institucione dhe agjenci që janë formuar pa një kornizë të qartë ligjore. Nuk ka rregulla kornizë sa i përket themelimit, organizimit, mbikëqyrjes, llogaridhanjes, mandatit, qeverisjes dhe reformimit apo përfundimit të mandatit të institucioneve dhe agjencive të kuvendit dhe qeverisë së Kosovës. Si pasojë e kësaj, të gjitha institucionet dhe agjencitë janë themeluar me ligje të veçanta dhe kështu është krijuar një numër i madh i institucioneve dhe agjencive. Sipas ministrit Jakxhillar, në shumicën e institucioneve dhe të agjencive të pavarura nuk vlen parimi paga e njëjtë për punën e njëjtë. Pozitat e njëjta paguhen ndryshe në ministri dhe agjenci. Kemi vendime të shumta individuale të agjencive për shtesa në paga. 58 akte ndryshme të institucioneve të ndryshme ekzistojnë sa i përket shtesave, ndërsa janë deklaruar afërsisht 150 lloj të ndryshme të shtesave mbi pagën bazë. Institucionet dhe agjencitë e pavarura në kuadër të kuvendit aplikojnë nivele të ndryshme të pagave të cilat nuk kanë një bazë të duhur ligjore. Në Ministrinë e Administratës Publike rekomandojnë që të zbatohet pakuja legjislative që përfshin ligjin për organizimin e administratës publike, ligjin për shërbimin civil, si dhe ligjin për pagat. Instrumentet e llogaridhanjes. Komisioni për Buxhet dhe Financa miratoi në parim raportin e shpenzimeve të planifikuara të Radio-Televizionit të Kosovës. Debati u përcoll me vrejtje dhe kritika të shumta nga anëtarët e komisionit. Pas vërejtjeve të shumta për mbylljet para opinionit të këtij komisioni kur debatohet për RTK-n, kësaj radhe takimi ishte i hapur për medje dhe kaloi në atmosferë të kritikave të shumta drejtuar profesorëve të RTK-s për mënyrën e paraqitjes së shpenzimeve. Tërbish një sqarim, të paktën të njëna prej tyre, kjo shkelje madhe ligjore në deklarimin e pasurisë, deklaron se vitin 2015 sepse 2016 ala s'ka dalë, ka marrë mbi 8.000 euro pagë për RTK-s. Ose duhet me pa ditë jo ata për deklarim të rajshëm, ose se dikush këtu ka një lloj shkelje. Ky reagim ishte në raportin e drejtorit të RTK-s Mentor Shala lidhur me pagesat e pretenduara për 2 punëtore të RTK-s, Rozaf Metaj dhe Jeta Çitaku. Jeta Çitaku dhe Rozaf Metaj janë me pa pagesë. Kjo ishte vetëm njëra nga vërejtjet e antarëve të komisionit e lidhur me gjetjet në raportin për shpenzimet në 3 mujorin e parë të këtij viti. Shkëpusim edhe disa nga vërejtjet. I keni zgjedhjet komunale nuk parashikohen në 3 mujorin e parë. Absolutisht. Kjo 25.000 euro heken me njëherë. Çdo linjë buxhetore ka përgjithësime, nuk ka detajizime të planifikume. Të investimet kapitale, investime në objekte, inventar, nuk ka do me thonë precizime, për marrë si shembuj. Në raportin financiar për 3 mujorin, 12 herë është shifra 12.500 euro. Po e thëmë këto se mu ka dukë shumë pa ushallë këtë raport. 8 herë është 7.500 euro, 5 herë është 6.250 euro, 5 herë tjera është 10.000 euro, 9 herë është 2.500 euro, edhe 5 herë është 5.625 euro. Në arsyetimin lidhur me shpenzimet e planifikuara, kryetari i bordit të RTK-s Ismet Bexheti tha se kjo ishte kushtëzuar nga buxheti miratuar për këtë vit. Ne si bord dhe si menaxhment këtë shifër e kemi ulë në minimalet të minimaleve. Më pas kryetari i komisionit Naser Osmani, mbështetur në vërejtjet e antarëve të komisionit dhe arsyetimin për kërkesat buxhetore të paraqitura nga drejtori i RTK-s Mentor Shala e dha këtë propozim. Me qenë se në raportin ka disa vërejtje, unë e konsideroj që komisioni i cili ka qenë duhet me vazhdue me bashkëpunua dhe kërkoj nga drejtori i RTK-s dhe nga kryetari i bordit që të bashkëpunojnë ngosht, që të ulen dhe bashkarisht të bajnë raportin detal jo raportin po planin të shpenzimeve për vitin 2017.
Mjetet e planifikuara për shpenzimet në 3 mujorin e parë për RTK-n kapin një shumë prej 3.725.000 euro dhe siç u tha, u miratua në parim. Shpenzimet të tjera operacionale 14.000. Ministria e Arsimit ndau çmimin shkencëtar i vitit 2016 dhe shkencëtari i ri i vitit 2016. E ndjekim kronikën. Ministri i Arsimit Arsim Bajrami tha se dhënia e këtyre çmimeve për të arritura në fushën e shkencës është një stimulim për hulumtuesit e rinj në universitete, në mënyrë që të punohet më shumë në këtë aspekt. Sipas tij, kjo do të ndihmonte në rritjen e investimeve dhe fondeve në Kosovë. Brenda skemës së financimit të universiteteve publike, jemi në efektiv, jemi në përfundim të procesit, ne do të vendosim një sistem stimulativ për universitetet tona, për institutet tona kërkimore, në mënyrë që ato do të marrin buxhet më të madh publik nëse e kanë të zhvilluar dhe komponentën kërkimore shkencore. Fitues të çmimit shkencëtar i vitit 2016 janë Shukri Klinaku në fushën e fizikës dhe Kreshnik Hoti në fushën e farmacisë. Me këtë rast, Klinaku u shpreh mirënjohës që me këtë çmim u nderua puna e tij shkencore. Konsideroj që puna ime, po edhe e disa bashkëmendimtarëve të mi në përbot, do t'i ndihmoj shumë ristrukturimit të fizikës, sepse konsideroj që ajo sot nuk është në rrugën më të mirë. Ndërsa Haki Ashari, fituesi i çmimit shkencëtar i ri i vitit 2016, tha se ky çmim është nder dhe motiv shtesë për të punuar më shumë në fushën e shkencës. Para një muaj kam përfunduar doktoraturën në Universitetin Umea në Suedi, edhe kryesisht punat që kam bërë atje ka qenë ajo që më ka shtypur me konkurruar dhe për muzeu si vjetë shkencëtar i ri i vitit. Me çmimin shkencëtar i ri i vitit 2016 u nderua dhe Bujar Shabani në fushën e anatomisë dhe antropologjisë mjekësore. Dhënia e çmimeve shkencëtar i vitit dhe shkencëtar i ri i vitit nga Ministria e Arsimit tashmë është bërë traditë me synimin që të inkurajohet puna kërkimore e hulumtuesve në Kosovë. Lajmi më i fundit është se dyshohet për një mjet shpërthyes afër shkollës Elena Gjika. Ekipi ynë është atje, kameramani Orhan Bylykbashi dhe gazetari Burim Zariqi. Ne do të lidhemi me kolegun ton Burim Zariqi për informacionet më të sakta rreth kësaj që po thuhet për një mjet shpërthyes afër shkollës Elena Gjika. Burim? Po, Leonora, jemi pikërisht përballë shkollës fillore Elena Gjika. Këtu është, siç po shihet edhe prapa meje në pamje, është policia e Kosovës, e cila po ekzaminon në fakt një kufer në të cilin po dyshohet se ka mjet shpërthyes, por që ende nuk është konfirmuar ndonjë lajm nga policia e Kosovës se për çfarë bëhet fjalë. Tashmë, siç po shihet edhe në pamje, janë duke u hequr shiritat e policisë e Kosovës, të cilët e ndalojnë hyrjen. Putje të sinjalit të kamerës tonë, lidhemi përmes telefonit me Burimin. Po provojmë të marrim një prononcim nga policia e Kosovës, për çfarë bëhet fjalë, jemi drejt për drejt në televizionin steni, nëse ka mundësi të na tregoni për çfarë është mjeti po dyshohet. Po, rrethore pas gjysmë vite nga shqiptarët e kena marrë informacion për një çantë të dyshit të Elanit. Në të moment jena aktivizuar qeverisjet e policisë Kosovës, se kanë bërë kontroll të aktësi speciale të rretisë, është dalë informat alarm i rreshëm për çfarë. Tash përderojmë bukur. Do të gjithçka është alarm i rreshëm, apo? Jo jeshit? Komandanti i sektorit çamës. Faleminderit shumë. Pra, siç e kuptuat, shikues të nderuar, është bërë fjalë për një alarm të rreshëm dhe këtë e konfirmoi ekskluzivisht për televizionin ton policia, e cila sapo ka përfunduar edhe punën e tyre këtu pranë shkollës fillore Elena Gjika. Kjo është gjitha nga kjo paraqitje e drejt për drejt. Faleminderit Burim që ishe në vendin e ngjarjes dhe që raportove drejt për drejt lidhur me këtë informacion, pra siç u tha, ishte alarm i rrejshëm për mjet shpërthyes afër shkollës Elena Gjika. Këtë e konfirmoi policia e Kosovës. Reprezentacioni i Kosovës në futsal, i cili po merr pjesë në turneun parakualifikues
për kampionatin evropian 2018, sonte zhvilloi ndeshjen e dytë. Në këtë ndeshje, Kosova fitoi kundër Çipros me rezultat 3-1. Në ndeshjen e parë, Kosova ka mundur Norvegjin me rezultat 5-1, kurse pas nesër e zhvillon ndeshjen e fundit me ekipin e Danimarkës. Çipro në Radio Televizionin 21 minuta. Afati kalimtar i januarit për futbolistët e ligave të ndryshme të shteteve evropiane është në përfundim. Sipër Enis Bunjaku, reprezentues i Kosovës, tashmë ka zyrtarizuar kalimin nga Eintrachi i Frankfurtit në ekipin holandez Twente, ku gjendet edhe kosovari tjetër, po ashtu reprezentuesi ynë Bersant Celina. Bunjaku karrierën e ka filluar në Offenbach. Edhe një tjetër futbolist i yni ka lëvizur në kuadër të këtij afati kalimtar. Fjala është për të riun me priardhje nga Podujeva, sulmuesin Ilir Azemi, i cili pas një kohë largohet nga klubi Greuther dhe huazohet në radhët e antarit të ligës së tretë gjermane Holstein Kiel. Azemi i ka munguar Kosovës për shkak se një kohë bukur të gjatë ishte jashtë fushës, pasi kishte përjetuar një aksident të rënd në trafik. Agim Zeka, talenti që ka filluar me Prishtinën dhe i cili vazhdoi me Skënderbeun e Korçës, prej sot është antar i ekipit francez Lille. Ky është edhe një sukses për këtë 18 vjeçar, i cili ka luajtur për kombëtarën e Shqipërisë për grupmoshat U17 dhe U19. Klubi francez për këtë transferim ka paguar 300.000 euro. Shfaqja drejtësi tranzicionale e koreografit Kristie Koleman do të jetë premiera e parë për këtë vetë në Baletin Kombëtar të Kosovës. Kjo shfaqje është e bazuar në përvojat të tmerrshme të dramës dhe dhunës. Një rrëfim mjaft i veçantë i një vajze të re të pafajshme, jeta e së cilës ndryshon pasi i zbulon një varrezë masive, duke zhvendosur ngjarjen tek një grua e cila nuk lejohet të kthehet në shtëpi pasi është kidnapuar nga rebelët. Ndërsa shfaqja vazhdon me kërkimin e drejtësisë për të ndihmuar njerëzit dhe përfundon me gjetjen e një komuniteti të bashkuar i cili ju ofron ndihmë dhe përkrahje njëri tjetrit. Ky rrëfim unik, nën titullin Drejtësi tranzicionale, është premiera e parë e baletit e cila do të shfaqet këtë vit nga trupa e Baletit Kombëtar të Kosovës në drejtimin e koreografes amerikane Kristie Coleman. Shfaqja Drejtësi tranzicionale është e bazuar në ngjarje të vërteta të jetës së njerëzve të ndryshëm, të cilët kaluan nëpër përvoja të ndryshme, përvoja të tmerrshme të dramës dhe dhunës, dhe ka të bëjë me atë se si ata arritën të ecin tutje me jetën pas gjithë këtyre. Valltarët e trupës së Baletit të Kosovës, të cilët po vazhdojnë provat e shfaqjes në drejtimin e koreografes amerikane, ndjejnë veçantia e shfaqjes e cila bazohet në ngjarje të vërteta dhe po japin më të mirën e tyre deri në premierë të shfaqjes. Si temë është shumë e ndihshme, edhe muzikën e ka shumë të mirë, po edhe për mbrenda ne po na shfaq emocion kur pe dina temën se për çka po vallëzojnë. Provat po shkojnë shumë mirë, është shfaqje stilit modern dhe veçantia e kësaj shfaqjes është ndoshta shumë pjesë janë bazuar në ngjarje të vërtetë. Dhe përderisa është edhe ti si balerinë din se një ngjarje është e bazuar të thënë diçka të vërtetë se ka ndodhur, atëherë ajo jep edhe më shumë emocion për me përjetuar. Drejtori i BKK, Samet Brahimaj, ndjehet i lumtur me punën e mirë që trupa e baletit ka bërë dhe tregoi se si erdhi deri te bashkëpunimi me amerikanën Kristie Coleman, duke e lënë të hapur mundësinë për bashkëpunime të jashtme edhe në të ardhmen. Ka bërë një shfaqje, më njoftu gjatë mas premiere, edhe kështu kemi fillu bisedën. Ka propozu që më bashkëpunu, normal që unë e kom pa edhe disa punime të saj që i ka bërë si koreografe. Prandaj puna shkon shumë mirë, sa pesha dhe trupa është shumë e kënaqur me punën e saj. Shfaqja Drejtësi tranzicionale, premierën e saj do ta ketë më 23 shkurt 2017 në skenën e madhe të Teatrit Kombëtar të Kosovës. Dhe këtu e përfundojmë magazinën informative 21 Live News. Faleminderit që na ndoqët dhe mirëmbëjtje.